Komenti vetëm që dje u zbatuar kushtetuta. Nuk u zgjodh si i pari me 5 vota, që ishte jo kushtetuese, dhe që s'mund të rrinte asnjë ditë në detyrë. Jo, i dyti mori 7 vota, dhe komenti i dytë, aty ishte një zonjë, çka tregon se ajo trupe KLP-s është mizogenike, nuk i dhan asnjë votë. Këtë, shu është që ta marrë. Ishte një zonjë aty, ajo nuk shkoj vetë aty. Aty në KLP e dërguan komisioni i skapit. Dhe shkoj atje, edhe 2-3 zonja që ishin në KLP, nuk menduan të japi një votë, në zorën pas një votë. Gjë që këto dy komente kam unë për zgjedhjet e djeshme. U zgjodh në përputhje me kushtetutën. Një faktor i sigurt është se ajo prani aq e fuqishme ndërkombëtare ka patur vetëm një qëllim, që Edi Rama, qeveria, të mos e kap skapin, kjo do thot pra kështu është ajo që kështu e interpretoj. Zoti Berisha, tashmë me largimin e Altin Dumarin nga prokuroria e posaçme, a do të vazhdoni ta quani SPAK-un si organizatë kriminale dhe a besoni se Klodian Braho do të bëjë hetime të drejta? Edhe një herë, cili do që mendon se deklaratën për organizatë kriminale e kam politike, i kërkoj vetëm një gjë. Të lexoj dosjen Toyota Yaris. Cili do? Të lexoj dosjen Toyota Yaris. Vetëm të ka shumë dosje tjera, po unë po them vetëm këtë. Dhe do bindet nëse ka në skap një grup të strukturuar kriminal apo një organizatë kriminale